Përshëndetje shikues të televizionit Dugaxhini të emisionit Sheshëm. Sot jemi këtu në ekranin e televizionit Dugaxhini nga emisioni Sheshëm në këtë ditë të veçantë në festën e Fitër Bajramit, ku pas 30 ditë agjerimi reflektojmë solidaritet, mirësi dhe përmbushje. Unë dhe stafi i emisioni Dugaxhini ju urojmë gjithë besimtarëve të fesë muslimane këtë festë të shenjtë dhe urojmë që të keni bekime në jetën tuaj dhe në familjet tuaja. Sikurse që shëdon zakoni në të gjitha familjet tona në këtë ditë të shënuar, ne zgjedhim që të përgatisim kryesisht dreka dhe ushqime tradicionale, për padyshim janë disa specialitete të ëmbla të cilat e karakterizojnë këtë festë. Jo që ne sot bashkë me mysafirët që kemi ftuar kemi pas mundësi me realizu ato receta, por do të kemi diçka, do të prekim pak nga tradita në ushqime, por edhe nga ato të cilat sot i kemi ma prezente në tregun tonë, po edhe ma të konsumuara. Ngadal shkojmë edhe i ftojmë edhe musafirët tona me të cilat do të gatuajmë së bashku, por është shumë interesant. Në këndvështrimin që keni me i pas sot, do të thotë musafirët e mia, keni mu çuditë edhe vetë. Nuk kam e prezentu shumë rreth tyre, kush janë edhe qysh e tek, mirë po kam jaftu veç emrat. Me mua sot në studion e Sheshëm është Rita Bajdini dhe Paulina Nushi, të cilat i ftoj me u bashku në studio. Mirë se ardhët, mirë se gjetëm. Qysh me nisë mëre, mi o datë, mi ura, kjo pak më larkë. Kjo është mysafirë më shumë. Po se kam vozit pak prej më larkë. Urime festa Bajramit. Urime shumë edhe juve, edhe gjithë shikuesve që po na ndjekin. Mirë se gjeta, urime edhe për juve. Faleminderit. Dhe shtmira. Edhe ty, edhe gjithë shikuesit, edhe stafi. Faleminderit shumë që na keni ftu. Faleminderit shumë që jeni ardhur. Është edicion festive dhe sigurisht është një ndjenjë ndryshe, edhe kemi nderin dhe kënaqësinë që jemi në shtëpitë e çdo besimtarëve të cilët po festojnë Bajramin. Kanë hongër drekën, janë tunajt, aty këtu në musafir, edhe është koha fikse më na ndjek neve, edhe me pa çka po folin. Apo që ditë është, përse t'ja vëjpytin edhe shikuzët mi, apo që ditë një që e kemi ftu Ritën sot në emision? Shiko, se të zonat e kemi pas një përplasjet madhe. Jo gratë e kanë vendin në kuzhinë, jo gratë se kanë vendin në kuzhinë. Dhe ja zonja dhe zotri në ditën e Bajramit, Rita Beadinin e gjeni në kuzhinë. Në kuzhinë definitivisht, që nga tu, ani se është kriju kjo përshtypja si kur feministët janë kundër kuzhinës. Rita kërkon barazi, por jo treke nga... Absolutisht, unë e kam shumë qef gatimin. Edhe mendoj që është një aftësi jetësore që gjithë kush duhet ta ketë, ndaj apo kërkojmë barazi. Edhe burat i fusim në kuzhinë. Që ditërisht po pajtohemi. Kemi filluar ne të dyja të pajtohemi, nuk e di as mirë kjo. Nuk bën. Se ka qenë muaji i Ramazanit dhe gjatë muajit të Ramazanit, ku jemi për shejtanët. Kështu që mirë është mirë. Çka keni përgatitur sot për Bajram? Na ëmbëlsirë, na ushqim? Realisht, Valentin, unë këtë Ramazan edhe këtë Bajram i kemi ble të gatshme, në krahasim prej viteve të tjera ku zakonisht mami gatua, ne intimojmë rreth saj. Këtë vit ka qenë pak më dinamik Ramazani, pak më tepër angazhime dhe iftari ka qenë shumë më afër me orarin e punës, kështu që ka qenë pak sfiduese në këtë drejtim. Unë jetoj larg familjes time, mirë po kur e pyeta mamin këtë vit çka, tha këtë vit blejmë baklavan, kështu që e kemi ble. Çe leko që to. Po. Na leku na burekun. Veç na pash bë mirë. Po, kena shellu pak larg se po me shku te Rita me bë Bajram. Ju sjellun baklavan. Unë nuk dyshoj që ajo baklavaja është e mrekullueshme sepse ja kanë dorën. Gostivari sidomos ja ka traditën. Duhet të thirrni ndonjë nga gostivari ndonjëherë që bëj baklava. Po presim më na rekomanduan. Po linte çka ke bos, çu shkalove pa musafir në vizjen. Zakonisht Kjo është përngulja, le të themi, për qyteteve tona të lindjes, edhe abit për Gjakovës, edhe jemja për Pes, nga ka bu pak me u distancu prej hyrje daljeve në këtë kuptim, edhe zakonisht gjatë Bajramit ne detyrohemi me shku për me uru Bajramin të prindrit tonë në kuptimin që o do shkojmë Pej, o do shkojmë Gjakov, varësisht se janë rrethanat edhe o do jenë me neve këtu, dhe në këtë formë bëhet një farë lloj mesi këtu në mënyrë që t'jemi bashkë, sepse nuk ka kuptim Bajrami pa qenë bashkë me familjen. Nuk është se kemi hyrje dalje si më parë. Dhe një ditë, a din çka mendova Valentin, më kujtu kur kom qenë e vogël, unë e kom pas një le të themi një lloj zakoni vetë me vetën time. Në shtëpinë me gjyshen ku kemi jetu, e kam ditë saktë sa persona kanë me ardhur gjatë ditës për Bajram. Po të njëjtit i kemi pas. Dhe unë kur e kam pas që kemi arritë te numri 80.
80 gjatë ditës i njerëzve që kanë ardhë për Bajram. Ne tepsi baklov si kom, ashtu dhe 40. Atëhere kam qenë e sigurt se jemi nga fundi i vizitave që po i pritnim. Pra 80 që. Po i ka hup kjo knarësi, nuk është Marita. Nuk vina të dvesh. Realisht, mua më vjen shumë interesant, sepse pas pandemisë të ne kanë filluar të vinë prapë njerëzit. Do me thënë kishte një periudhë stopimi, ku nuk vinin. Zona ju vande vazhdon të ruhet, do me thënë tradita. Jo kishte një farloj shuarje, në qofse mund të themi kështu, për shkak të karantinës edhe pandemisë, po sikur tani është rikthyer prapë, po është edhe diçka tjetër. Ne vazhdojmë të jetojmë në lagje të gjithë bashkë. Kupton? Lagja ime për shembull janë të gjithë familjarë të mi, sepse familja ime jeton në fshat, vazhdon të jetë ajo tradita e shpërnguljes pra njëri tjetrit, kështu që janë të gjithë në të njëjtin vend. Edhe pse është zgjeruar goxha shumë rrethi, ndoshta nuk e di sa shtëpi janë që janë familjarë. Këtë atmosferën e familjes tonë kisha desh me ndje, sepse nuk kish nesër ditën e ditë të Bajramit në vogël. Mos haro. Jo kemi me shku po fiks për Bajramin tjetër, po shkojmë deri thjerim edhe kurban për Bajramin e vogël, kështu që ka kështu që po shkojmë atje. Qyre me këtu dyja, më shkon emisioni pa bo kur gjë që të fol. Ju dyja keni me kalun kohën tjetër kuzhinas, unë jam këne edhe kena me bisedu për çka keni më gatu sot, po dhe kena me bisedu për ritualet që i ka kjo fest. Disa janë të mira, disa ngarkesa janë kështu pa të drejtë, po folëm edhe folim edhe gatuajmë. Me rryma të ndryshme gjithsesi. Miqtë mi, nga ana e dy musafirëve të mia do të kemi një recet dhe nga ana ime do të kemi një recet. Po para se me fillu me emisionin, patjetër shkua me falendëru sponsorin e emisionin ton, Dentisti i Familjes, i cili sponsorizon këtë emision dhe po ashtu ka një lojë e cila ndërlidhet me ruajtjen e shëndetit oral dhe ruajtjen e lëkurës, mirëmbajtjes së lëkurës, ku ky sponsor mundson që në çdo edicion të emisionit shishëm nga një voucher për secilin shikues i cili dërgon nga një recetë e cila ka impakt në këto dy komponente, do të thotë në ruajtjen e dhëmbëve, shëndetit oral, por edhe të lëkurës. Dërgoni çka do qofshin ato ushqime, smoothie, maska, çka do që të jenë dhe ne patjetër do t'i shqyrtojmë dhe do të fitoni një voucher në vlerë 100 euro dhe do të mund të merrni shpërblime nga doktoresh Anita dhe Alberti. Kadal, po hymë kuzhinë. Shumë interesant me të po me rritë në kuzhinë ty. Realisht, unë kam, ti Valentin, unë punoj me nxënës në Teto. Unë janis me punu, Rita me u intervistu. Unë po intervistohem, po, unë punoj me nxënës në Teto. Edhe gjatë gjithë kohës, apo flasim për të drejtat, flasim për këtë dallimin mes gjinive, a e ka gruaja vendin në kuzhinë, as e ka. Dhe më ka ndosë një dyherë të shkoj në supermarket me ta, sepse kemi këto ngjarje që i organizojmë bashkë, edhe nuk e perceptojnë dot, do me thënë, rriten me një kolicë që ecë në për supermarket, thjesht sepse është krijuar përshtypja që sikur unë bëj punë të shtëpisë, unë nuk përkas në këto. Merkeli atje në Gjermani po del po i blen. Pikres po dalun. Pastaj Valentin, unë jam rrit në një familje shumë të madhe. Ne jemi rrit 10-11 persona në shtëpi, plus unë kam pas halla gjatë gjithë kohës prezente. Kështu që mbi 20 veta kemi qarkullune, është dasht të gatuj dikush. Kështu që dasht pa dasht, unë ja kam marrë dorën kuzhinës. Po është kjo, deshtëm me patjetër, ti jeton vetë dhe gjithsesi pavarësimi i parë dhe më i rëndësishmi është që ti me ditë me ushqy vetën. Absolutisht. Përveç të tjerave që i kemi. Në vend të tjera zhvillume mësohet. Ka lanë specifike që mësot pavarësimi thmive në kujdesin e trupit, po edhe në të ushqyerit, përgatitjet, higjienët dhe shumë qka tjetër. Pavarësisht që të na ende ngecimi në zonat ku e diskutojmë se ku duhet me u pozicionu, në kuzhinë, në mirëmbajtje dhe qka do tjetër, por që të na fatkeqësisht merret veç si përfaqja e diskutimit dhe nuk merret thelbja dhe elementi kryesor mbi të cilin flasim ose flisni ju dyja si gazetare dhe aktiviste të rëndësishme dhe ngreni paralele në barazin gjinore. Po, kur themi barazin gjinore, unë nuk kom dëgjua asnjëherë tu fol veç për njërin gjini. Jo. Ju keni fol për barazi edhe nga ana e kundërt, gjinisë kundërt tonës, do thotë, kur edhe aty ka padrejtësi që na kanë. Sigurisht, rëndohen ndonjëherë edhe burrat. Rëndohen padrejtësisht edhe burrat kur hajnë shumë baklava për Bajram.
Dorën zemër aty nuk e kanë lehtë. Nuk e kanë, absolutisht. Shumë ëmbëlsira, shërbim, duke ju qëndru në këmbë. Qyre kur të rritë diabetis, ka shumë tani reflektimet mira, dhe rezultati së shumë një. Pas 30 ditë agjerimit, sigurisht se nuk është e lehtë me u bombardu me sheqer. Po, absolutisht duhet të apelojmë për kujdes në këto ditë, sepse e teprojmë ndonjëherë. Unë personalisht. Nuk kemi kontroll. Abuzoj. Po sidomos ata që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, të kenë një kujdes të veçantë gjatë ditës. Që i kanë vijat kuqe ndaj sheqernave. Pikrisht. Edhe tani kemi mundësi. Jena modernizu, kemi mundësi me përdor sheqernat artificial, ose sheqernat natural të cilët e përjashtojnë. Edhe si pas fesë, Valentin qoftë se më lejon, gjithçka e tepruar është haram. Gjithçka e tepruar. Kështu që, se unë dita bëj edhe hoxhavicën. Po more. A shkojnë femrat ku kumeta, pa hione me gatuani. A shkojnë, se për në Kosovë e dim. A shkojnë gratë me falë Bajramin? Jo, nuk shkojnë me falë Bajramin. Edhe këtu është një padrejtësi që nuk ju jepët një hapësirë edhe femrave me shku me falë Bajramin. Ama, nani shqyqyrë, na kanë lënë një obligim mangut. Jo, me ne që kjo është obligim, kjo është diçka. është diçka shumë shpirtërore që besoj se ishte me bobash. Ne, fatkeqësisht është ende tradita që gratë presin burrat në shtëpi, burrat shkojnë. Është tradicionale, ende, besoj edhe ty edhe të na. Po, vazhdon të festohet Bajrami në atë mënyrë që burrat shkojnë falen, kthehen në shtëpi, pritet ajo që ne e kemi është që ne mëngjesin e ham drek. Po, edhe na në disa zona. Nuk e di përse ka ngel ashtu, që do me thënë ti e bombardon luksin që në mëngjes me sup, me mish, me gullash, me nuk e di me qa. Se di pse ka ngel ashtu, po burat janë zakonisht ata që lëvizin shpi më pas. Pas dite? Po. Jo, të ne është ditën e dytë. Ditën e dytë janë bijat ato që shkojnë dhe vizitojnë familjet e tyre. E ka lezetin e vetë. Sepse në fakt, kur bisedoj me njerëz, edhe se cili e ka atë formën e vetë se si e feston Bajramin. Për shembull, qytetin prej nga Vijun, gratë nuk dalin hiç për Bajram. Konsiderohet diku Bajrami i grave, e quajnë në thojza, që nënkupton se pas përfundimit të 3 apo 4 ditëve të Bajramit, sado që i bjen, ato fillojnë edhe, po, shkojnë edhe vizitojnë njëra tjetrën. Të njëra tjetra dhe konsiderohet që quhet, po, konsiderohet që quhet ky Bajrami i grave. Do të thotë nuk ndodh sikur në vende tjera ku burra e gra shkojnë edhe vizitojnë njëri tjetrin, që mu më duket ma e drejt. Se sa të qëndrosh gjithë ditën në shtëpi, duke prit mysafirë dhe vindë, na e kemi pas një hajgore se e kemi ditë sakt, sa ka me qëndru dikush, kur vjen, me hongër mbëlsirë, qysh e pin kafen edhe a e pin kafen, edhe duke e ditë tash sakt se qysh i ka, le të themi ato preferencat e veta, kemi ditë edhe qysh me shërbi. Edhe ke ditë nora dhe nëse të kanë orë dhe ke ditë në sa vene ka shku? A i bjen me pi kafe të tija jo? Nëse ka orë ka dhejtë e gjysa i mos pin kafe. Absolutisht. Të ne është një gjë e bukur që vind të gjithë bashk, edhe mua më pëlqen shumë si tradit. Po, që mblidhen të gjithë bashk, kushri, të ri, pak më pleqë, edhe vinë gjithë një herësh, edhe është një farloj atmosfere, madje këto fotografit me një familje të madhe, ku ishe janë shumë të mira. Amo është Bajrami emocional, nuk e di pse, po unë e kujtoj gjyshën tem, kemi jetu bashkë me gjyshën, 4 motrat, vlau, baba edhe nana, edhe normalisht nuk kemi pas në rast që na ka emocionu për festa që me kujtu diçka që s'kemi pas, diçka që kemi humbur në jetë ose diçka, po që gjyshja çdo herë kur është fal Bajrami dhe kur i kemi uru njëri tjetër, zakonisht baba, axhallar dhe vëlla kanë shku me fal Bajramin dhe kur jam këty ka qenë një farë vaj, një farë emocioni i mirë, jo. Edhe krejt kemi qajt, po deri vonë, kur nisa murit, se po qajmë. Po, e tash e ndjej që është emocion. Është ajo afërsia që e ki me fejen, me besimin, me reflektimin, me gjithë shka që ty të ndjesh më afër Zotit, besoj unë edhe emocionohesh. Po edhe i qajnë zakonisht njerëzit që nuk i kanë. Të ne ka munguar gjithmonë gjyshi, kështu që kjo ka qenë gjithmonë një ditë kur unë se kam bërë gjyshin, po a i ka vdek 2 javë për para se të vi unë në jetë, kështu që se kam bri, po e mbaj mend, do me thënë që gjatë gjithë jetës mungesa e ti, sidomos gjatë festave, është ndjerë. Paulin, ne qa po gatujmë një herë të tregom se ti e po zonja dhe zotrinj, për me iro më shkurt, mos me ju lodhë zonjave shumë, sepse me të vërtet unë mendoj për gratë të cilat janë në kuzhinë, kemi vendos me bo diçka që nuk kërkom pjekje, se pjesa ma e vështirë është pjekja. Edhe kur vjen puna pjekje, nxjerrë prej furrës, ktheje
ftofe, prap, ka definitivisht ka procedura. Kështu që ne këtu me siguri do e bëjmë, ha? Do bëjmë diçka të thjesht, Rita. A keni me bo bashka, a keni konsultu i dyja bashka, që shumë puna? Atë desha të pysun, mos ndoshta ti e marrëvesh me Paulinën pa konsultu mu, duke pretendu që unë ditë gatuj. A dhe si më konsultu Unë e kom derë dhe knacin me alion komplet procedurën. Apo të morë kone. Ideja është që ne sot jemi ma çuditur që po e shohim Ritën në kuzhinë, sepse kretë njerëzit e kam përshtypjen që Paulina është e martu me ka fëmijë skoçore. Hajde Paulina, po Rita. Po Rita. Unë jam shumë e sigur që pjesë të këtij emisioni do të bëhem virale në TikTok bashkë me deklaratat e mia të zana. Rita, Kushina më e kjo. Çfarë do bëj unë? Të pres këto banane? Një banane. Rita, që ka me qenë komenti ose komentet, ty ja bo tag zonës. Tu ja bo, zakonisht njerëzit e faqsojnë zanën për çdo gjë që unë bëj, dhe thonë që edhe zana më kanë nxjerrë mu prej shinave. Edhe kur u ndava unë nga i dashuri, tha njerëzit ja bën fajin zanës, ja që të bëri zana. Domethënë, se di. Zana... Këto në rrath, ha, Paulin? Po, në rrath shkret vogla. Qa i tu përgatit se asë njerë se prezentum recetën. Po, feks, o zotë, o zotë. Që kjo është ideja kur i thret në emision dy kolege. Dhe më thonë, ideja është me përgatit një torte, cila është e letë. Nuk kemi nevoj me ungarku shumë me njëherë dhe pas fakti që shumë njerës kanë agjeru dhe kanë qenë Kjo është për ditën e bijave. Duke abstenu prej ushqimit, kështu që e kanë detoksiku trupin e mos ungarkoni. Bëhet me keksa, me banane, me puding të vanilës. Nuk vendosim sheqer shumë, për shkak se ka mjaftu shumë sheqer, edhe keksat, edhe banania, pastaj çokolata që i vjet sipër, edhe bëhet shumë e shishme, e lehtë, nuk po muj me thonë e shëndetshme, sepse në anën tjetër kemi pak sheqer, por është shumë lehtë. Nuk ka shumë më materiale të dëmshme. Arat kanë omega-3, zonja dhe zotrin. Arat janë të shëndetshme, bananet po, pastaj kjo është çokoladë zezë, gatimi. Antioksidante, gjitha këto... Paulino ka njëna e plot pak edhe ka shku vazhdimisht të doktori me u këshillu për humbje e peshës në obezitet. Ka qenë edhe ja bënë thët, ha, sa ma shumë fruta thata, ndër të tjera ushqimet e shëndetshme. Ajo hanë fruta thata, po hanë me çokoladë. Me çokolada, dhe kur shko thët nuk e hu peshë, hetë është, a i ty përmbaj djetës, po jem të ongër tonë, jem të ongër tonë, dhe qka po anë edhe frutat të thata, e kupi janë, kretë qka po jenë për çokolada. Mire pas ka pas ajo, Paulin nuk e ka dy. Si vjere kam Paulin. O zotë, qka ideja me u njofë si vjeher në... Për ndryshme mishtimi, unë jem të përgadit një lloj cheesecake-u, i cili është përzimja ose miksim i çokoladës së Dubai dhe cheesecake-u, të thotë e kemi marrë kadaifin me krem pistachio, jemi të përzi aktualisht edhe kemi me vendosë në kallop edhe kremen e cheesecake-ut. Kemi përgadit një çokoladë me krem pana, kemi me shkrimin bo pakës më kremoze, edhe që një torte e shpejt, edhe kjo është papjek. Kena zgjerë mi bo papjek se jena loftë pjekësët, edhe djetën ditën. Që tu sigurisht na duhet një enë, ku e vendosim masën. Lirisht në djehu... Dhe me thonë, a mundemi halakot këtë dollap? Ti vetë se janë nise, mos pyt. Po nese tash, hajtë kisha po pyt. Halakat shlirë që ka të shë duhet. Qarene të duhet, ja këtu ke një. Një plastike kështë. Ja A i gjete? Jo. Qa jene për qa? Apo shetë së nërvesh? Që në kuzhinë, rralli vjen atë. Që mëj Pauli? Bravo, që. Ose ajo? E shë si më akuzon pa të drejtë. Më falni, kërkoj falje në publik për gjithë shqiptarit Macedonin, Kosovë dhe kudo që janë. Rita e lexova para 2 dite, nëse s'gaboj, e pate një status në rjetin tonë. Po. Gjatë një interviste që ke pas me një hoqë, nëse nuk gaboj. Po, kam pas një hoqë në intervist. Unë jem të pritrit. Realisht, unë kam bëvesh një vit pauzë në televizion, dhe më thënë ka 6 vite, që herën e parë kur kam filluar të punoj, dhe zakonisht kam moderuar këto emisionet të mëngjesit, të pas dites, emisionet që trajtojnë tema sociale, aktualitet më tepër. Dhe çdo bajram tentoj të kem nga një hoç për të folur pak më tepër për rëndësinë e bajramit, edhe të Ramazanit.
edhe të gjitha çështjet, edhe kulturën, edhe mënyrën se si ne I festojmë, dhe kësaj radhe kam pas një hoxh, unë I kam hoxhallarët shumë progresiv zakonisht në emisione. Nuk I kam nga këta që flasin për 7 gra, kupton? Nuk I kam prej këtyre. Dhe hoxha tha kështu, I thash unë hoxhës, është e drejtë që gratë bëjnë iftarin burrat rinë shtrirë? Jo, tha hoxha, s'është e drejtë, tha po me që realiteti është ky, burrat tha I kanë për detyrë që grave t'ua blejnë nga një dhuratë për Bajram. Kështu që për gjitha ata që po na ndjekin, qofse s'u keni blej grave deri tani dhurata, dilni çelni marketet e mbyllura që jonë sot. Jo, markete jo, se pranojmë dhuratën në markete. Jo, diçka pak më të vështirë. Diçka më të mirë, diçka që ngel, kupton? E meritojnë armë nga një unazar. Leni pas Bajramit për Bajram. Edhe pse është te shqiptarët është gjithë kjo dhuratat, fëmijëve ju blejmë çdo herë, edhe nëse ju ke blej 2 ditë përpara diçka, donë me shenju këtë farë fesë. Ka ngel ajo tradita e teshave të reja për Bajram. O zotë e dashura. Që flejshëm e to. Po, Paulin tash ti më oriento mua si vjerë je. O zotë. Kjo ideja të qenurit vjehra e rritës. Dini qka kisha me bo. Fillimisht kisha me komplimentu për fustanin e kujtë, sepse për Bajram është për Bajram jam vesh me të kuqe. Kish mi aknojt zemrë çdo vjere, si që po maknojt zemrën edhe në. Veç burin a ka ngel megjit. Ama zonja dhe zotri, unë menoj që ne nuk duhet me lënë rritën me dalë prej Kosovës, mjaft. Dhe më thonë, duhet ma gjeni një burë të rritës. Premtoj nuk e bëri dështoj në Macedoni, tani në Kosovë. Qëre si dihet Bajramit? Si dihet Bajramit, s'ke faj. Se po qeshin dhe kamermanët, mos qeshni, nëse keni këshu ndo një shoka, do një... Rita është prej vajzave me të vërtet të ralla, që I gjenë në shoqëri. Jo, definitivisht tash po flasë seriozisht, okej, po kthehemi, sepse jemi në Bajram, mos me ndoni që jemi kështu krejt çoroditura. Edhe kështu që menoj, kushdo që kish me qenë bashkëshorti I Ritës, kish me qenë shumë e fat. Dhe njeriu që e ka humbur sigurisht do I bje me ndvonë. Urime Bajramin edhe për ty gjithsesi I pa fat. O zoti ma. Qa po bëjmë tash? Vazhdojmë ta bëjmë të famshëm, aset mos e bëjmë të famshëm. Po e lojmë. Qa bëjmë tash? Tash po e bëjmë këtë pudinkun këtu, dhe në këtë enën këtu po I përzim keksat me banane, me ara të cilat duhemi pak me I gri. Okej. Ka rëndësirën ditja? S'ka rëndësirë. Këtë kanë me u përzi aty. Okej, prisë po e fshi pak të enën. Rita, qka mon men ti prej fëmijës tonë në ushqim që ke përgadit, qoftë për fesën e Bajramit, po qoftë për... Unë nuk e di në qoftë se e keni ju tradit këndej bukën me maje. Po? E kemi ne tradit, edhe nuk e di në qoftë se e keni tradit ditën e Arifes? Jo. Një ditë për para Bajramit? Nata e madhe, që është nata e Bajramit. Ne kemi ditë Arifje I themi, dhe më ka shumë interesant kur e kam kuptu që se kanë gjithë shqiptarët. Te raport që po e dëgjojmë. Muslimanët. Po, shqiptarët musliman, po, më falë. E kam fjallën që ne konsiderojmë... Qka simbolizon ajo? Dita e Arifes është dita për para Bajramit, edhe zakonisht atë ditë bëjmë përgatitjet për Bajram, edhe një prej traditave që ne kemi është përgatitja e bukës me maj. Edhe si fëmi unë e mbaj mend që shumë herët në mëngjes duhesh të shkosh ta marrësh majën e ngrohtë, sepse për ndryshe ngelesh e pa maj. Edhe te ne gratë krenohen kur din ta bëjnë majën, bukën me maj, ashtu si me aromë të mirë edhe ju goditet, si thonë ande nga ne buka atë ditë. Kështu që kjo më ka ngel mu pak më tepër, ai mëngjesi I hershëm kur shkoja në 6 në mëngjes të merja bukën me maj, këtë majën në fakt për bukën. Na duhen ma shumë keksa. Na duhen ma shumë keksa se kash? Po, pak ma shumë. Edhe pak. Do të na japë zoja shtëpis. Kur po thu e marrim, e keni marrë të gatshme? E kemi marrë, po të gatshme. Ajo maja ka të traditën e vetë. Më përpara mendonim që është shumë speciale dhe s'mund ta bëjmë vetë. Tani kemi filluar ta bëjmë vetë, po ka të specifikat e veta se si bëhet, jo duhet të rinë në temperaturë të caktuar, fryhet, vjen, zakonisht duhet në temperaturë të dhomës, për me u dyfishu brumi. Po, edhe zakonisht ka qenë një grua në mahall që ka ditë ta bëj majën, edhe të gjithë të tjerat kanë marrë majën nga e njëjta grua. Jo, pas ka lujt lojë. Se tash po dini krejt me bo majën, edhe ajo dikur e ka lujt të rëndësishme. Ajo që e mbaj mend unë, Valentin, është që ne dërgonim një enë, kështu të xhamit, edhe një peshkir
që ajo nesër të na përgatis Maja dhe ne vetëm të shkojmë ta marrim. Edhe kush ka mbrit ta dërgoj enën, do me thënë, merë Maj. A keni pagu aton? Po. Po, ja fut brënda në enë, zakonisht. Edhe nuk ka një çmim të caktuar, do me thënë, nuk është që ajo thot Maja kushton 100 denar, ose 50 denar. Në vullnetë se cilit ngelet ajo. Edhe në këtë mënyrë i kemi shpërbly ata që na kanë bën Maj, sot mami me bën vetë Majën. Edhe është shumë krenare që ka arritur ta bëj vetë, se mamin e kam nga qyteti edhe gjithmonë në fshat e kam parë si më pak të ditur për këto çështje të kuzhinës, po ja ka dalë të mësoj krejt. A di unë di edhe të nxi qumshtin, të bëj kosin, unë jam rrit në fshat në Valentin. E pas më pas domosdoshme me ftu Ritën në emision. Definitivt, me pone në dimenzion tjetër. Adoni po të bëjmë kos bashku nga qumshti i thartuar. Ideja është që A e kemi mjaft, zonja? Po, mjafton. Mjafton? Paulin, nga ana juve? Qka e karakterizon, apo jena njëjtë? Së që kena dalimet mdoja, edhe me Macedonin e Veriut, e ashtë ma pak në geografin tonë vogël. Në gjdo vend, po mënoj edhe brenda Kosovës, na i kemi disa diferenca në mënyrën si festohet e si bëhet festa. Këto mënyrat e festimit besoj e kanë diktu statusi ekonomik. Edhe ajo, po. Edhe ajo ndër vite. Qasja, akcesi i vështirë me zonat urbane, financat jo të mira, edhe kanë bo një farë tradite, edhe qysh me festu, edhe qka me përgatit. Se nuk besoj që ka diçka që... Në fakt është që kjo ideja të qinurit bashkë bre, unë edhe sot e them, kur shoh shumë njerëz të cilët mezi presin me përdor, le të themi me përdor, figurativisht Bajramin për me nxjerr një pushim, mandej kthehem edhe them, po e humbim qatë ndjenjen e të qinurit bashkë, të qinurit na kur nuk e dim kur është Bajrami tjetër, që ndoshta kemi me qenë krejt bashkë. Po. Sepse kjo shumë më ka bë me menu kur ka bum familjar. Edhe e kam kuptu se sa rëndësishme është me shfrytzuar ato. Zakonisht në këto situata mas shumë ti e ndjem Unë e kam përjetu... mungesën e bashkësisë familjare, kësoj bashkësisë të madhe, ma gjanë se ju përveç... Ajo ndjenja me ardhë. Po, mu më ka ndodhë një bajram të jem jashtë vendit, se kam studiu në Gjermani, edhe është vërtet një ndjenjë shumë e keqe. Se të vjen sikur atje në shtëpi krejt janë mbledh, ti e vetë, po knaqen dhe mbaj mend aso kohë që kam thirr kushërirën time se dhe ajo ishte në studime dhe thash, moj mos të duket edhe ty sikur ata atje po knaqen ne këtu. Nuk ja kemi haberin çfarë bëhet andej, mendoj që ka ngelur një traditë shumë e mirë Bajrami, pa marrë parasysh backgroundit nga ku vijnë njerëzit, se ne në Maqedoni kemi jetuar edhe me njerëz të feve të tjera. Edhe bukura është që Bajramin e kanë festuar të gjithë, edhe Pashkët i kanë festuar gjithë bashkë. Si që kemi edhe ne me Krishtlindjet, në fund vitit, fundja dhjetorin, nuk e festojmë për shkak të ritualit fetar, po e festojmë për shkak të mbylljes një viti, një qlodhje, po që ndërlidhet në shta dhe me knacin që ta japin ato dritat. Unë po du me ndoq tash, më kësi tash më ropa. Paulin, unë këshu emisioni bëj për ditë. Përbes. Edhe unë, po u knaqja, unë si kësha di që është ka shqef. Edhe unë vi çdo javë që shtu me bo receta dhe knaqe me. Ama veç leja që shtu me qorrat. Kjo edhe zona vdiu ka nërë në emision, këtë zona ka qëru për të kallë. Edhe kjo po qëron ora. Kanë bërë biskota. Shiv, banane ti preva. Këtë ku e bëjmë o thuan koni. Jo të shumuar, punaj se tha që s'këna përgatit shpe. Jo, s'kemi përgatit. Rita dikon është domosdoshme. Pa tjetër që po, dhe me shumë qef. Me shumë qef edhe atë. Nuk më kara ti Valentin, kam qenë shumë larg shtëpis gjatë kësaj periude për shkak të punës, edhe më kara shumë pak të jap kontribut në gatim, po kam kryuar një rutin timen. Në Shkup kam kryuar një rutin gatimi çdo ditor, kështu një orar të caktuar kur unë gatuaj dhe ha atë vaktin kryesor të ditës, edhe më pëlqen shumë, sepse po bëj eksperimentet e mia, po u bëj mirë, e postoj në Instagram, po su bëje mirë se ndjerë fare. Po kam një histori këtu të ta tregoj, se nuk besoj që kjo kushërira ime ka menduar në njerë që kjo histori do dalë në televizor. Hajde. Ka bërë një kushërira ime një tort. Edhe nuk i ka dalë torta ashtu si duhet, dhe ka pas një qenë jashtë shtëpis. Edhe e nxjerr thot, mos e shohin tjerët që s'është bë torta, janë nxjerr qenit. Edhe vjen baba i vetë dhe thot, moj, thot, nuk poja përmend emrin. As qeni nuk e kisha
portën tënde. Dhe po në Adele dhe ne vashtu, Paulina. A di që qash është të thjesht, sa që jo në disa elemente që del shumë e mirë. Po du me ndërlidh të kjo aspekti i, le të themi, bashkësive fetare në solidariteti, dashnisë dhe respektit për fe tjera. Unë jam rrit në një familje ku shtëpia jon ka qenë këtu dhe shtëpia e fëmijëve ton ka qenë këtu dhe këta janë katolik dhe ne jemi musliman. Dhe më kujtohet kur vdiq gjyshi im, në të gjitha ato ritualet fetare muslimane ka qenë fëmija jone e cila është e besimit katolik. Dhe në një moment unë e shoh atë që e ka vendosur shamin, i ka ngrit durt lart dhe po i bën të gjitha ritualet tjera sikur gra tjera dhe në një moment unë them po e kjo, tash që shpo lutet me ati den që si fmi, se sigurisht kam qenë e re, që definitivisht duhet t'jesh musliman, lutesh në atë formë. Dhe pastaj e kam kuptu se çfarë vlere e madhe më është servu për para, se çfarë vlere e madhe ka qenë kur ne bashkë kemi shku me Europë, po ashtë këtë ata, na kanë dhënë ato vezët me ngjyra, edhe definitivisht shumë dashni edhe shumë përkraje. Është shumë e rëndësishme toleranca ndërfetare. Vazhdojmë ta kemi, por po e tundojmë. E kjo është e gabuar. E tundojmë politika, nuk e tundojmë ne. Se ne vazhdojmë të jetëm në paqe. Ne nuk duhet të bim prej politikës, duhet të vazhdojmë të jemi po aq solidar dhe të dashur me njëri tjetrin. Dhe fundja besimet janë shumë personale dhe nuk mujmë me kriju ndasi. Ne edhe për Krishtlindje kemi me bo një torte. Në farani. Derisa ti përfundojmë receta, ti përafrojmë, na shkojmë me pak marketing, ose shkputemi nga studio e emisionit qeshëm dhe kthehemi pas pak. Vazhdoni me qëndru me ne, po besoj që tu lakmu nuk jeni, se edhe ju keni për para vetit të mbëlsira, kështu që rikthehemi pas pak dhe të shohim marifetin e Paulinës, tritës edhe normalisht temin. Qëndroni me ne. Dhe shikuese me, u rikthyem prap në studio me këtë qika kaq zoja që i kena, se ka marrë menja, se i keni një në për studio televizive, jo kështu ja ashtu, e krytin këto recetën. E krym dhe shisa e era mirë i vjenë. Apo më tregon se nuk ka muzikë për Bajram këtë? Nuk e kena më kanë. Njerë dhe Bajrami, shka është kjo atmosferë? A në kujtojt, le, reshte shumë mirë javone. Rita, Paulina Garan po, kena pas ma herët, pak na gjëvrata ma treja, po gratë ma treja në shpe, nuset, janë veshën, stëlisë, shku të frizir, kanë këcy besa, si... E di si është puna të ne vazhdojnë tradita Valentin, po më dekoncentron kjo muzika. Shkojmë me ritën. Po, vazhdojnë tradita, sepse nuset e ne, e ke parasysh ne në Tetov Gostivare kemi këtë punën e arit, që i mbushim nuset me arë, edhe është tradit që ditën e parë, Bajramin e parë, do me thënë, kur nusja ka ardhur në shtëpi, të vishet edhe të regulohet me ato dimijat, me arin, me flok, grim, gjithë shka, edhe shkojnë që në 4 në mëngjes, në për këto salonet e bukuris që të bëhen gati, sepse atë dit, edhe pasaj kemi... Tani jo gratë e pa barabarta, po ato si që kojnë 4 mos që vjen kushoj e bon shpe. Edhe ju japin... Se rinë si të ngrime. Po, kjo është vetëm kategoria e nuseve në vitin e parë, të 2 dhe të 3, besoj, ja? Edhe ne themi i daritin, ju japin edhe para, burat kur vinë në shtëpi. Në fakt edhe ka ana jonë është kjo, fëmive, nuseve jo. Fëmive po, këtën edhe nuseve, ju jepet ndo një gjë, se për herë të parë, do me thënë, ju shërben familjarve të ose nër kafe, na 10 euro, 20 euro. Okej, me që jena në festën e Bajramit, unë sot kom qeth, 2 mësafitët e mija, që shumë të dashura, dhe që na kanë respektu marrëdhjen e tyne, jo me ju dhonë kështu pare, cash, se ti ves të kanë qëllu. Ose e mi qurë të najë frizir, ka najë sen, po, kom gjithë. Shkoj vetë na, që ka dush tjetër? Po, ty ke fundit më një mi shëndru më pare, mi nësë të me marë shërbim. 2 vouchera nga 100 euro nga dentisti i familjes, të cilat ju japim Ritës dhe Paulinës për shërbime dentare ose estetike. I keni nga dentisti i familjes, Dr. Alberti dhe Anita, që për Bajram. Nera e Alberti dhe Anita. Faleminderit. Unë kam nevoj se mi komentojnë dhëmbët zakonisht në televizion. Rita je për mrekulli. Faleminderit. Hundën dhe dhëmbët, nuk e di këtë sezon të zanat jam këshu e ullur pak,
edhe si kur ju bje në sy, po do me thënë do shfrytëzoj me shumë qep të ti gëzoj shikusit. Gjithë që shfrytëzojni, e keni përfunduar edhe ëmbëlsirën. Edhe ëmbëlsira është gati. Sa edhe pak u kështë bën me i hetë për sipër, po gjithë një vetë nëse do një apo jo. S'na ka qëllu. E kemi argju se sot dita gati. Përgatit moshka i kokosit. A dojmë me prim? Pa tjetër. Oke, mu një marrë dhe kakao në dy ani, e kemi edhe cheesecake-u ani. Ke thika ndej ose të marrë Po, këtë me merë vete? këto, në të prim, edhe jemi, ka shku që aqë shpejt koha, sa që pesho regjia është të mbo presim vazhdim të që... Regjia është bajram, regjia. Kjo është disa minuta. Kjo është E jo t'ja cheesecake-u. duke shka shumë e bukur. Sa bukur. Është me krem pistachio edhe me kadajef. Kështu që na po e prejerit këto edhe të shohë Si në e preni ju, se kam kritika Në kocka. Në kocka. Kocka të vogla. Okej. Dhe ja, Rita, e kemi futë në një teren. Zonja dhe Jo zotri. shumë të parë dhe shumë të njohur. Jo thëshin Paulina është Sa shumë e mirë po doket. më sikur ato gratë më nga herë janë ikni. Rita vjen me fustan të kuq për bajram, e bën tortën, e pret kështu, edhe pastaj jo Paulina. Jo, folni. E di si është puna, duhet me Iran si ti kujto, Paulin. I bëjmë këtë punët për tjerët, jo për vete. Nuk e di çka ke bosët për tjerët, po se di pse ma kryon një farë përshtypje, Rita që nuk i bëhet vonë dhe nuk është që ndikohet shumë nga... Nuk ndikon hiç fare. Shiko, dorën zemër, të gjitha aty që jemi në emisionin zonat, si kur të ishim të ndikuara, kishim me qenë të përfunduara. Nuk kishim me qenë aty në debat. Absolutisht. Jo, veç për, nuk kam fjallën për prezencën e juj në media, po Jo, po në përgjithsi. Mua personalisht nuk më ndikojnë fjalët e njerëzve. Kjo është mërësi, kjo është çështja e vetbesimit që njerëzit e kanë. Unë jam shumë e sigurt për çka përfaqësoj. Po fiks. Edhe çka them, edhe si drejtohem Po që në fundit sot Po se jemi në fund... sidomos me prezencën në media, Valentin, ti e prezente në media shumë kohë gjatë dhe e din edhe shumë mirë se me çfarë sfida përballën gratë në media. Edhe është goxha sfiduese për gratë me qenë media, me qenë profesionistët në fusha tjera, me qenë nana, me qenë gra, me qenë shumë role. Kështu që definitivisht... Paska dhe kadaif kjo jotja? Po, është kjo i duhet breksoj gjinojt me najt pak. I duhet pak ko në frigorifer. Kështu që nuk po guxoj me pre. Po e lom ashtu, po. Se ham ne, do me thëmë pasi ti mbyllim kamerat. Me që Rita nga ka ardhë prej Tetovës, kja japëm me veti. Po ja pështjela. E kësha marrë me gjithë qef. Jo, vetëm se të kjo pjesa e tortës sigurisht Rita e meriton me e marë, se e ka dëshmu që Rita është edhe e kuzhinës. Kështu që le të kthehet me tortë. Rita është e ritualeve dhe se për Paulinës kam shka me do me thënë nëse sot nuk gjej burës, dikur do gjej. Po ja bajramin e vogël Ritën me bashkëshort këna me firma. U knoqa besom një me juve dhe uroj që dhe bajramin tjetër keni me pas fest, harmoni edhe shumë të mira në jetën e juj edhe po ideja është mos me u knaqë vish me sanet e mira që nga ndodhin njeve, po kur kena në rreth ma të gjonë dhe në përgjithsin që është një për çka dhe ju flisni qëtë dit, jeni një zoa shumë që i trajtoni këto tema, besoj që është një unë ka mu duke ma ndryshe dhe ma mirë. Po, do kësha dashti është për fund të shtoj që muaj Ramazanit edhe Bajrami është një shans për neve për të bërë mirë, për të dhuruar të ata që kanë nevoj, për të qënë pranë atyre dhe për t'i ndje pak ato në lëkurën tonë. E di që nuk e ja për shtypjen si kur më intereson shumë edhe kjo pjesë, po absolutisht mendoj që është shumë e rëndësishme edhe më bëjë qefi që jemi shumë njerëz solidar. Ne shqiptarët në përgjithësi jemi njerëz solidar, po marrë parasysh fen të cilës i përkasim, po në Ramazan pastaj është komplet një tjetër atmosferë dhurimi dhe solidariteti. Fiks është një ndje ndryshe edhe unë shumë kam qef me i pa njerëz duke ndje. Momentin që dikush ndjen është gjallë dhe kur është gjallë sigurisht se mundet edhe me dhënë dashni edhe me bo mirë. Është shumë e rëndësi që të fokusohemi në të bërit mirë për me u bo me undje fillimisht vetë mirë dhe pastaj me i bo të tjerët me undje mirë. Letë mos jetë vetëm Bajrami, Ramazani, Krishtlindjet apo festa tjera, momentet kur ne reflektojmë. Të reflektojmë pak më gjatë edhe veç letë jemi më pozitiv, letë jemi më të dashur, të kemi më shumë rreth edhe të duam njëri tjetrin. Po gjithsesi edhe të kujtohemi për njerëzit, sidomos për njerëzit që i kemi rreth nesh, sepse e thamë në fillim të emisionit, një ditë mundemi mos me i pas. Shumë e rëndësishme edhe diçka të them,
duani edhe përqafoni shumë prind të juaj. E thash që këta të jemi ofër ty në mos kryefjala e Bajramit. Absolutisht. Pavarësisht sa kemi angazhime. Edhe urime festën në fund të ditës, se nuk e tham kështu zyrtarisht. Gjithsesi. Urime. Me fat, si uroni ju këndej? Na thëmë për hajë Bajrami. Me Për fat hajër Bajrami. Bajrami, ne themi për hajër Bajrami dhe përgjigja është kof shëndosh edhe ti egzosh. Shumë e mirë, po. Sa e Hajë bukur. poq? Hajë poq me fat. Me fat. Okej, për hajë Bajrami të gjithë shikuesve të mi dhe të televizionit Dugargjini nga unë dhe Rita dhe Paulina, dhe po besoj që keni me pas një vazhdimsi të festës edhe ditën e nesërme, por sikur se e thanë edhe dy musafirët e mia, të keni festë çdo herë në shtëpitë të juaja, në familjet juaja, jo vetëm në ditët e shënuara, por në brendësinë e juaj dhe në atë që manifestohet në brenda rrethit dhe brenda gjendjes juaj shpirtërore, sepse ajo është reflektim edhe për të gjithë ne. Uroj që të keni një nga kjo ditë edhe deri në fund të vitit, për dhe vitit tjera të keni begati dhe solidaritet gjithsesi me të tjerat. Shihemi në edicionet e tjera dhe po besoj që kanë ju pëlqyer edhe recetat nëse veç i provoni. Çfarë japim Rajna juve? Po, Sigurisht. unë nuk dyshoj Se që janë janë të qeta mira. edhe të qishme. Qeta çdo aspekt. Mirupafshim. Mirupafshim.